O vëlla, o motër, shikuje madhështinë e fjalës së Hazreti Aliut, radiallahu an, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Ky njeri ishte djali i xhaxhait të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që thot: kullama zdada al-insanu ma'rifatan bin-nas, sa më shumë që njeriu i njeh njerëzit, izdada wihda, aq më shumë vetmohet. Allah Allah. Wa kullama zdada ma'rifatan billah, dhe sa më shumë që njeh Allahun, izdada tuma'nina, aq më shumë qetësohet. Sepse kur kupton padrejtësinë, gënjeshtrën dhe interesin të shumica, zemra fillon të doj vetmin më shumë se shoqërinë. Por mos u mërzit. Vetmia me Allahun është më i dashur se çdo shoqëri pa vlerë. Ndaje kohën me Zotin tënd, me Allahun tënd, sepse ai nuk të gënjen asnjëherë.